Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita ka zhvilluar një takim me studentët e Fakultetit të Sigurisë dhe Hetimit si edhe me efektivët e policisë që po ndjekin trajnimet profesionale në Akademinë e Sigurisë. Gjatë fjalës së tij, Hita vlerësoi zgjedhjen e të rive për t'u bashkuar Policisë së Shtetit, duke theksuar se shërbimi ndaj qytetarëve kërkon përkushtim maksimal, disiplinë dhe integritet moral. Ai u ndal veçanërisht tek rëndësia e besimit e publikut ndaj uniformave blu, duke theksuar se ky besim fitohet përmes punës së ndershme dhe të përgjegjshme çdo ditë. Prandaj unë do u këshilloja 3 gjëra, pasi një punonjës policie nuk ndërtohet vetëm me dije, por mbi të gjitha me karakter, me dinjitet për veten dhe duke u dhënë dinjitet dhe të tjerëve. Merreni seriozisht dijen që përfitoni në shkolla. Ruani integriteti. Është shumë i rëndësishëm dhe shumë thelbësor. Integriteti si njeri ka të bëjë më shumë se çdo gjë tjetër. Prandaj besimi që ne fitojmë te qytetarët fitohet me integritetin që ne jemi dhe paraqesim. Pra është e vështirë që ky besim të fitohet çdo ditë nga qytetarët, por kjo vjen me dinjitet, me sjellje profesionale, me sjellje etike, duke i thënë kujdo të lutem faleminderit. Më tej kreu i Policisë së Shtetit zhvilloi një takim dhe me punonjësit e policisë që po trajtohen për hetimin e krimit. Në bashkëpunim me ta, Hita theksoi rëndësinë e rritjes profesionale dhe të përgatitjes së vazhdueshme të efektivëve për të përballuar sfidat e kriminalitetit. Sipas tij, investimi në trajnimet dhe specializimet profesionale mbetet një element kyç për forcimin e kapaciteteve hetimore dhe për rritjen e eficiencës së Policisë së Shtetit në luftën kundër krimit.